Abdukir Kusanov, një futbollist i talentuar nga Uzbekistani, është përblyer me një Mercedes luksoz me vlerë 130.000 euro, si mirënjohje për kontributin e tij në ekipin kombëtar gjatë pushimit të ndeshjeve të kombëtarëve. Gjatë merkatos së dimrit, ai u transferua nga Lens te Manchester City për një transferim me vlerë 40 milionë euro dhe 10 të tjerë që do të shkojnë në formë bonusesh. Kthimi në vendlinjen e tij Tashkent ishte një mundësi për të bërë një gest të madh mirënjohje. Ish agenti Asombuev përgatiti një surprizë të madhe pasi i dhuroi Husanovit një Mercedes luksoz G-Klas në shenjë të ngritjes së tij të jashtëzakonshme në botën e futbollit. Futbollisti fillimisht nuk ka dashur ta marrë Chelsea në makinës, duke u tërhequr me një buzëqeshje në fytyrë, por gjithsesi më vonë ai e pranoi dhuratën me mirënjohje. Ai dorëzoi Chelsea dikujt të pranishëm për të zhbllokuar derën e makinës. Asombuev, i cili luajti një rol kyç në transferimin e Husanit, nuk humbi rastin të tregojë respektin dhe mirënjohjen përmes kësaj dhurate mbreslënse.